Praktikisht, këtu ku jemi, e gjitha kjo është konsol e dalë, që bësh mund të jepësh mundësia që të bëhesh policia e bicikletës, ndërkohë që të ruhesh dhe qërësia e rrugës. Dhe është pjesë e kontratës parë, por që këtu mund të shikojmë, nëse shikojmë pjesën, sepse logjika e kësaj lungomares ka të bëjë me forcinë e bicikletës që është përgjatë rrugës, që është e vazhduar nga tuneli shkon deri në Orikum, dhe pjesa e shëndetores Buzdetit dhe gjitha plazhe e pasaj që krijohen mes tyre. Dhe shikojmë aty ku po vishën e mura, ajo është gjitha pjesa shëndetore që rritet lart. Por aty gjithë vazhdon shëndetoria. Po, vazhdon shëndetoria dhe aty ikën mbrapa, zbret poshtë, ikën dhe vazhdon këtu përpara dhe vazhdon shëndetoria dhe krijohen gjitha këto plazhe praktikisht. Ku je? Kjo është pjesë e stacionit pompimit, që edhe kjo është rehabilituar. Po kjo Tudori? Kjo kështu është. Ha? Kështu është. Po si e di kompost? Jo, kështu është. Zinkato. Ha? Zinkato ka projekti. Kjo është pjesë e stacionit? Po, është stacioni pompimit, që janë bërë dhe mbrojtja. Megjithatë mbrojtja se stacioni kishte këtë problem që ku kishte dallë më dha për mbytje. Bërë dhe mbrojtja me gabion. Kjo është shëndetore këtu? Po, shëndetore. Edhe kjo është furë. Që do ketë ndriçim, është kursi e bicikletës. Edhe birilat që nuk lejojnë që të parkohen. Edhe birilat që... Këtu dhe shtrimin asfalt, Po, dhe afshim. Këtu kalon Giro d'Italia? Po. Në segmentin lartë, është një segment lartë aty shtrimi është me asfalt kuq, pra ka dhe këto që janë kalm zonat e qetësisë, po themi. Me kismet zotit javës tjetër fillojmë asfaltin. është bërë zgjerim. Ne kemi prishur ti. Pesha edhe lart e kemi bërë. Pastaj është ajo pjesa e beautifikimit. Ti ka marrë më gjatë. Ja, këtu. Po, janë birilat. Këto duhen të janë domosdoshme, pak këto është kot. Është aq i detajuar sa të gjithë vizë bregdetare, e ka detajuar ku do vendoset kullerojës, e ka detajuar, po, e ka detajuar ku do vendosen tualetet publike. Pikërisht dhe ky është një model që është bërë idem që pas projektit, për të kuptuar dhe si duhet të jenë njësitë e shërbimit. Ka qenë ndjeri në para. Ky është babalja i mirë. Jo nga ata babalja e Kënetës, ky është babalja i detit. Gigant. Kjo është një nga pjesat e peneleve më të gjata, njëkohësisht përveç funksionit mbrojtjes të erosionit, duan dhe rolin një shëndetor, që gati 80 metra i gjatë. Se kemi parë tani, sa tregon dyert një gjë. Janë 21 të tilla. Ja pa një nga 21 është. Kjo pjesa këtu kalon mes për mes. Deri fillon shëndetoria sipas projektit. Kjo hiqet. Hiqet e gjitha, është parashikuar një strukturë e re në projekt. Ajo është e re. Ajo janë strukturat pjesë e biçbare. Ku je?
mund vërtet. Ha? Vazhdojmë rikthehemi në shëtitore. Taracohet prapë me kodrina, del gjithë korsia e parkimit në anës rrugës. Ky është objekti i ri që është bërë konform planit, projektit. Tjetër gjë komplet. Në arkun kohor të 1 muaj jemi një mbyllje totale. Është gati. Po është gati në veraj. Po pritet të hapet në maj. Tjetër gjë komplet. Ka bukur, ka... Po jo se besonin kur thosha. Deri në Rikum do vejnë, apo? Deri në Rikum do vejnë. Shëtitoria më e gjatë. E gjithë zona këtu kryeministër, Ajo kreneta një. po, gjithë pjesa e kanali Osmani. Këtu në kraj gjithë qeshi që shohim, është një park u madh, rreth 16 metër katror. Tu. Po, i rikompozuar, lodra, kënd dhe forcesh. E gjitha ka për të tjetë në arkën kohor të 1 muaj, kjo pjesë. Vazhdon e gjitha. Kemi qartë gjithë shëtitoren, kemi dalë deri tek pjesa e bulevardit ose Regina Palmi. Aty në pjesën e sipër të kanalit punohet me taracat e gjelbërta. Në formën e dunave, duke u lidhur me gjithë parkun që kemi në krah të maj. Ndërkohë në krah të djathtë pastrohet dhe po. Ka. Atëherë këtu fillojmë pjesa sa kalojmë kanalin Osmanit, kemi shëtitore dhe kemi 2 fusha basketbolli, 1 fushë volejbolli. Kalojmë pastaj dhe disa taraca të gjelbra dhe për të vazhduar prapë fusha volejbolli dhe fushë basketbolli. Sigurisht po ndikojmë dhe ne me mbushje. Por ajo që është tani e garantuar është që nuk lëviz me mbushja sepse e mbron peneli.